pash gocat. Sa surprizë emocionuese pa emocion? Ta shohim të shkëlqej. Pikrisht në këtë skenë. Sonte për ju, për të kënduar vjen Fjolla. Fjolla Morina. Më thua që do këndoj Këtë tash, fucking bitch. Apo do këndoj në i balad. Se baladat i shanë. Pas ka prerë flokët Fjolla. Paruke janë. Jena ba tëm. Jena ba tëm. Jena ba tëm. Këta e ka me stresin më duke të. Mendoni se Fjolla më ka fiton të Big Brother Kosova 4 për shembull? O zot, ose jam bërë unë jam millennial, si të dini, jam millennial dhe jam krenar, por lately po më të për Gen Z dhe disa gjëra më duken të për cringe. Do më thënë edhe pse i përkas, do më thënë kur ka shënë këtë këngë, unë kam shënë njëri dhe të kërceja. E dëgjoja, imaginoni mo duke kërcuar jena bëtym, por tani në këtë fazën, jena bëtym. Fillimisht, dua të thëmë çka është ky look fantastik këtu. Një ndryshem, mas bigut. Wow. Shumë i madhë për mu, anën pozitive. Ndryshim shumë i mirë. Super. Fjolla duke shumë bukur me këtë look. Faleminderit shumë. Po shi pas ka për flokët me vërtet. Mirë. Edhe jom shumë e kënaqshme me bashkëpunimin ton dhe me pjesat cilat mbrana i kom do edhe me banorët. Edhe jom shumë e lumtur që jom këtu sonte me juve. A bën qefi Vjolla edhe ta kemi thënë edhe ma herët. Okej. Më knaqi kjo video Elionës. Më pëlqeu? Meriton Eliona të jetë fituese e çmimit të madh. Jam të bekujesh për surprizën e Elionës. Që ti për shumë pak Eliona do të mundesh ta shijosh edhe live, pasi të dalësh nga shtëpia. Jo vetëm nga këto fansa, dhe jo vetëm ti. Po të pesë ju aty do ndjeni një super dashuri kur dilni. Jonida pse vetëm me një beshja?